rikthyer në studio, ndërsa jemi tashmë në rubrikën Javë Raport, java në qytetit, shkojmë në Sarandë, atje ku është Thoma Nika këtë mëngjes. Mirëmëngjes, përshëndetje Thoma. Mirëmëngjes. Dhe sigurisht në përshëndetjen e parë duam të dimë një përshkrim se si ka nisur mëngjesi dhe dita në qytetin e Sarandës, më tej tek raportimi i zhvillimeve kryesore apo aktiviteteve që janë duke mbajtur tek ju. Po, Saranda gjendet në ditët e saj më të mira, natyrisht e favorizuar dhe nga moti i mirë dhe nga klima mesdhetare, e përshtatshme për të pushuar apo për të kaluar fundjavë. Me zakonshme tani është që dita të nisë me temperatura që kapin 19 gradë, aq sa është edhe në këto momente që flasim bashkë, për të arritur pikun në 27 gradë. Kështu ka ardhur pra edhe dita e sotme, e se çfarë do të thotë kjo është e kuptueshme, ata që janë pa angazhime kanë filluar të drejtohen plazheve para dite apo pas dite. E plazhet tona shihet jenë të kompletuar tashmë me kulla vrojtimi dhe me tapa kufizuese të hapësirës ujore të lejuar për notim. Do të thonë se shihen në masë të huaj që bëhen frekuentues të plazheve si atyre publike në Sarandë dhe plazheve që ofrojnë subjekte private në Sarandë apo në Ksamil. Duke qenë se ende Saranda nuk ka hyrë në fazën intensive të turizmit, anije turistike apo skafet e vegjël nuk ofrojnë akoma në masë guida ditore drejt plazheve, por ajo që bie në sy është shtimi javë pas jave i anijeve të mëdha turistike. Ato ankorohen buset ditores duke bërë më të bukur peizazhin e Sarandës mbrëmjeve, ndërkohë që shërbimi që ato ofrojnë është se në bordin e tyre mund të shijosh një kafe ose të bësh pjesë e lundrimit përreth gjirit të Sarandës. Duke mbetur tek turizmi, dita ditës po merr përgjigje dhe pyetje e subjekteve që ofrojnë shërbime turistike se cili do të jetë protokolli i kësaj vere. Për këtë, subjektet janë njohur me udhëzimet e Ministrisë së Linjës, që parashikon një protokoll më të lehtësuar, krahasuar me atë të një viti më parë, por pa menduar që pandemia është një gjë e kaluar dhe nuk ka vend për rregulla dhe për kujdes. Organizimi i strukturave, sidomos në plazhe, është në respektim të largësisë standarde 2 metër në çadra e shezlong, apo krijimi i kushteve për larje, shprehje duarsh dhe për dezinfektim në ato mjedise. Ndërkohë që ka përfunduar vaksinimi i stafeve të industrisë të turizmit, nuk ka rënë kërkesa për përdorimin e maskës për personelin që shërben ushqimin e madje edhe dorashkat ku preken ushqimet. E me këto detyrime janë njohur pronarët dhe shprehet vullnet për të zbatuar ato për të dhënë sa më shumë sigurisht shëndetësore tek pushuesit e kësaj vere. Sigurisht shëndetësore gjithashtu do të ofrohet edhe në qendrat shëndetësore verore këtë verë. E një gjë e tillë është bërgati të funksionojë edhe në Ksamil, sidomos për të krijuar realisht kushte për të ofruar një sezon turistik të lehtësuar nga hija e të ashtu quajturit armik i padukshëm. Edhe në qendrën shëndetësore verore të Ksamilit do të ofrohet bërja e testit të shpejt për çdo rast të dyshuar me COVID-19, përveç organizimit të shërbimit qetësitës në plazhe. E po kështu mësohet se një tillë vet gati të funksionojë edhe në skajin tjetër në Borsh. Në shërbim të turizmit, të rritjes së cilësisë së jetës për banorët, por edhe për cilësinë e ofertës turistike, është edhe modernizimi i menaxhimit që po bëhet mbetjeve urbane përmes riciklimit të tyre në një qendër të ngritur posaçërisht në periferinë e afërt të Sarandës, apo me vendosjen përgjatë çeditores në sheshin e qytetit, si dhe në shkolla e biznese të koshave rrjet për hedhjen në to në mënyrë të diferencuar të mbetjeve plastik, alumin, letre e karton. Kjo javë ka sjellë këtë realitet të ri në Sarandë, shumë të prekshëm në përqytet si një bashkëpunim mes Bashkisë së Sarandës dhe projekt të Gizit Gjerman. Prekja nga afër e këtij realiteti ka qenë edhe qëllimi i pranisë ditën e djeshme të ambasadorit të Gjermanisë në Tiranë, Peter Singraf. Ai ishte pritur nga kryebashkiaku Adrian Gurma, fillimisht në qendrën e mbetjeve të riciklueshme në vendin e quajtur Volloder në periferinë e afërt të Sarandës. Kreu i Bashkisë Gurma përmendi rëndësinë që ka kjo për një qytet si Saranda me shumë fishin të prodhimit të mbetjeve gjatë sezonit veror. Qendra e riciklimit të mbetjeve urbane të diferencuara në Burim do të ketë një kapacitet fillestar 200 ton, që me kalimin e kohës do të arrijë në 2000 ton. Singraf e ka cilësuar këtë një projekt shumë të rëndësishëm, të konsiderueshëm në vlerë dhe në funksion të turizmit dhe të sjelljes miqësore me mjedisin. Është investim në vendin e duhur dhe në kohën e duhur, tha ai, pasi Saranda është realiteti i turizmit të shtuar që sjell edhe mbetje urbane të shtuara. Ambasadori gjerman ka quajtur këtë një element mjaft të rëndësishëm edhe për rrugën në Shqipërisë drejt Bashkimit Evropian. Rrugë që sipas atij në 2/3 e volumit të saj zhvillohet në nivel lokal. Singraf dhe Gurma hodhën së bashku material mbetje kartoni në presën e instaluar në qendrën e mbetjeve të riciklueshme.
Nuk është ndalur as këtë javë operacioni Bregdet Y. Raportohet të jenë shembull 18 ndërtime në Ksamil, një platformë betoni në zonën e Manastirit dhe një objekt në qytetin e Sarandës. Nuk kanë munguar as masat e shoqëruara me arrestimet e me gjoba në disa raste ekstreme të ndërtimit paleje. Por shohim që goditja e antiligjit në strukturat shtetërore në teren të shoqërohet edhe me një rrisi ligjore. E them këtë pasi ligji parashikon tashmë edhe ndëshkim të zinxhirit të njerëzve të përfshirë në realizimin e ndërtimit paleje në vijim. Që do të thotë që edhe punëtorët e krahut paralajmërohen se do ta pësojnë një lloj me zaptusit apo me subjektin që ndërmerr ndërtimin paleje. E kjo ka nisur të ndodhë, kështu e kanë pësuar 2 punëtorë dhe një pronare në Bashkinë e Finiqit, të cilët do të ndiqen penalisht. Lash për të mbyllur raportin e sotëm, një event të degës së Unionit të Gazetarëve të Sarandës, organizuar në nisje të kësaj jave. Ditëlindjen e 80 të kolegut tonë më të vjetër në moshë, por edhe më prodhimtarit, firmës së njohur Panajot Zoto, e kthyem në arsye dhe në motiv për të festuar në komunitetin e gazetarëve. Të vendosur në një midis artistik rrethuar nga vepra pikturë dhe skulpturë të Galerisë Art Saranda, u ndjem të gjithë mirë në vlerësimin e jubileut moshor të Panajot Zotos, ndër të cilat janë 50 vite kontribut në gazetarinë e 2 kohëve. Ky kontribut i veçantë i tij në qurmimin e ritmit të jetës dhe në pasqyrimin e saj me vërtetësi e paanshmëri në median lokale e kombëtare për 50 vite më radhë, u vlerësua me certifikat me njohje nga kryetari i Bashkisë Adrian Gurma, i cili e cilësoi ato si intelektual me vizion dhe me dashuri për qytetin, si qytetar të shqetësuar për problematikat e rritjes dhe bashkëpunues për kapërcimin e tyre. Mirënjohje i dorëzoi Panajot Zotos edhe kreu i Unionit të Gazetarëve Shqiptar Aleksandr Çipa, e ky event u mbyll me shfaqjen e dokumentarit Panajot Zoto, pena e pathyer nga pesha e viteve, përgatitur enkas nga një grup kolegësh, ndërsa Panajoti u bëri dhuratë të pranishmëve në event librin e tij të 4, të jetosh me lajmin, të rrezikosh për të vërtetën. Dhe kam arritur kështu në fund. Faleminderit dhe ju përshëndesim për raportimin, gjithçka që ju kishit përzgjedhur për të përcjellë në këtë mëngjes. Ju përshëndesim, ju falenderoj. Ditë mbarë. Mbyllim kështu këtë komunikim të drejtpërdrejtë dhe raportimin me kolegun dhe korrespondentin Thomanika nga qyteti i Sarandës. Ju përshëndetje dhe falenderim për të gjithë miqtë që na ndjekin sot nga ky qytet, nga Saranda.